edhe sidomos për vëllezërit e afërt me të cilët ke raportet mira. Jemi mirë, shëndoshe mirë, rahat, veç kurse, domethënë mendime, paragjykime, kështu, domethënë dyshime. Kjo është e ndaluar me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kurse ajo që pëlqehet prej këtyre mendimeve të këqija ose paragjykimeve, është për një njeri që është armik i fesë. Domethënë ka armiqësi në fe, pa marrë parasysh nëse është armiqësi e vogël, ndonjë bidat i lehtë, domethënë bidat që nuk është kufër, ose bidate që janë kufër, që është armiqësi e bazave të fesë, ose prej mosbesimtarëve në përgjithësi, aty, ose domethënë në këtë aspekt armiqësi fetare ose armiqësi personale, domethënë prej dikujt që të sulmon edhe do me të bëjë dëm, atëherë mendimi dhe paragjykimi për ta është i preferuar. Domethënë që njeriu të ruhet edhe të ketë pritshmëri për të këqija prej tij. Pra ai që është armik nuk pritet diçka e mirë. Edhe prandaj është e çuditshme si sot njerëzit, domethënë janë shumë larg nga kjo mençuri. Nëse i shohim, domethënë këtë që është duke ndodhur aktualisht këto ditë me luftat e Iranit, domethënë rafidit, të cilët ja kanë kalu feve të tjera në kufër. Ja kanë kalu. Domethënë ata thonë se Aliu radhiyallahu anhu i ka ndorë të gjitha çështjet e dunjas dhe ahiretit. Domethënë dorën e tij është secila grimc që ekziston në dunja. Edhe ai vendos me dhon fëmijë ose mos me dhon fëmijë ose pasuri ose smundje, shërim, domethënë Aliu radhiyallahu anhu. Dhe nuk i kanë lënë Allahu subhanahu wa taala asgjë për këtë dunja. Dhe për në ahiret kanë thonë në librat e tyre, domethënë bazat e besimit të shijave, rafidive, është se në ditën e gjykimit Aliu do të gjykojë mes njerëzve. Edhe ata shijat domethënë do t'i fusë në xhenet, kurse të tjerët në xhehenem. Edhe për këtë shkak dhe për disa prej Ahlul Bejt, imamat në përgjithësi, thonë imamat vendosin për rënien e shiut, imamat e tyre, dhe të tjera do thotë të gjitha cilësitë e rububijes i kanë hequr nga Allahu në besimin e tyre dhe u kanë veshur imamëve. Dhe pastaj për këtë shkak i bëjnë qafira sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrën më të tmerrshme. Do thonë se siç përshkruhet në atë librin e tyre El Kafi, përshkruen tmerret e xhehenemit, shkallë pas shkalle. Do thënë tregohet se e ka marrë me lajkja, do thënë iblisin për t'ia treguar vendin në xhehenem. Edhe aty fillojnë t'i përshkruajnë shkallët e xhehenemit, kur hyn fillim, çfarë dënimi, pastaj më thellë dënimi më i rëndë, më i tmerrshëm, më thellë, do thënë krijesa të tmerrshme dhe dënime më të tmerrshme kështu me radhë. Dhe kur arrin të shkalla që mendon iblisi se është e fundit. Edhe i thuhet, do të thënë aty përshkrimi është me të vërtetë që të rënqedh, dhe i thuhet atij ky është vendi yt. Edhe thot iblisi se ky është vendi më i keq. Po a ka edhe më keq, a ka më poshtë? Ka thënë po, ka edhe më poshtë. Edhe ka edhe më të keq, do të thënë grad më të keqe të xhehenemit. Edhe ka thënë kush është këtu? Thonë Ebu Bekri dhe Omeri, radhiyallahu anhuma. Do të thënë njerëz më të mirë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë janë zotrit e banorëve të xhenetit, pas pejgamberëve. Do të thënë pas gjithë pejgamberëve më të mirë të njerëzimit, kurse ata thonë se janë më ulët se iblisi. Edhe thonë se iblisi do të ketë një zinxhir në qafë, kurse Omeri 70 zinxhir, radhiyallahu anhu. Pastaj ata thonë, do të thënë, ata akuzojnë nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thonë se gruaja e tij që Allahu e ka zgjedhur për ta, thonë se është zinaqare. Edhe thonë prandaj kur ta marrin ata pushtetin edhe t'i vrasin njerëz të sunetit, do t'i nxjerrin Ebu Bekrin dhe Omerin nga varri. Edhe do t'i vrasin. Do të thënë se nuk u mjafton që ata kanë vdekur, por duhet patjetër t'u apresin kokën Ebu Bekrit dhe Omerit, t'i nxjerrin nga varri, t'i vrasin, ta nxjerrin nga varri Aisha radhiyallahu anha, edhe ta gurzojnë. Do të thënë se ka bërë zina. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë gjallë edhe e ka duru, do të
dhe me këtë rrethinë e gruas, që njeriu më të ulët rrugës nëse e merr, edhe nëse e di që gruaja e tij e ka tradhtu, e largon, më e pakta, ose e dënon, do të thënë varësisht nga niveli i nderit dhe burrnisë që e ka. Kurse i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, do të thënë si thon shijat, gruaja e tij ka bërë zina, edhe atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka jetuar gjithë jetën me ta dhe ka vdekur në prehrin e saj radhiyallahu anha. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Prandaj ata thonë se do të thënë te shijat, ehlu suneti janë më të këqij se jahudit dhe krishterët. Edhe ata thonë se ehlu suneti janë, do të thënë sipas disa fjalëve që i thonë, janë fëmijë të iblisit. Edhe prandaj vrasja e ehlu sunetit për ta është më e mirë se çdo vepër tjetër. Edhe këtë kemi parë në praktik. Gjatë gjithë historisë, jo vetëm tash, gjatë gjithë historisë, rafidit vetëm kanë qenë tradhtar dhe e kanë sjell armikun mesin e muslimanëve. Edhe në kohën tonë, çka kanë vepruar ata në Siri dhe në Liban për shembull dhe në Irak, edhe në vende të tjera, në Yemen, do të thënë çka veprojnë ata është tmerr për muslimanët, që nuk e kanë bërë të tjerët, as nuk kanë bërë mongolët mushrik, as nuk kanë bërë jahudit e krishterët, nuk i kanë bërë ato krime që i kanë bërë shijat, edhe pastaj vinë njerëz që i thonë vetës hoxhallar, që thonë se duhet kemi mendim të mirë për ata, se edhe ata falen drejtim të Mekës, kështu. Do të thënë ata janë fjalë të kota që vinë nga njerëz që nuk kanë asnjë grimc të mendjes dhe mençurisë. Ose janë njerëz të tradhtar që mundohen të na manipulojnë dhe të na tradhtojnë, ose janë me të vërtet njerëz të çmendur që nuk kanë asnjë grimc të mendjes dhe mençurisë. Do të thënë se nuk e kuptojnë se në çka ndërtohet veprimtaria e atyre, edhe secilit njeri ndërtohet në besimin dhe ideologjinë që e ka. Dhe ideologjia e rafidive është më e tmerrshmja, një prej më të tmerrshmeve që ekziston në këtë botë. Do të thënë, nëse flitet për shirk, është njësoj, do të thënë kanë shirk në uluhije, do të thënë adhurimi i varreve, kështu ajo është shumë e rëndomt tek ata, mirëpo edhe rububia dhe emra dhe cilësitë. Madje japin imamëve cilësi edhe më të fuqishme se cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Thotë shirku i tyre është, prandaj nuk mund të themi se kemi ndonjë popull tjetër që bëjnë shirk dhe këta janë më të mirë se janë musliman. Shirku i tyre është që nuk ka lidhje me islamin, edhe ndoshta e kalon shirkun e shamanëve ose hinduzëve ose, do të thënë, i japin imamëve pra cilësi të Zotit. Edhe të ata, edhe pse i thonë imama, po realiteti i besimit tyre është se besojnë 12 zotra në rububie. Mos flasim për uluhije dhe të tjerat. Edhe kurse të tjerat, do të thënë fjalë që i flasin për sahabet, për Kur'anin, se thonë nuk është ky Kur'ani që i ka zbritur pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se sahabet e kanë shkruar, e kanë mbledh. Edhe kanë thonë se ata e kanë ndryshuar, do të thënë sahabet e kanë shtrembuar Kur'anin. Pra nuk i besojnë këtij Kur'ani, nuk i besojnë këtij pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sunetit nuk i besojnë. Edhe nuk i besojnë sahabeve, atij selefi, atij në paraardhës që i kemi ne, atëherë siç që kanë në fenë e njëjtë me ne. Do të thënë nuk ka asnjë pikë. Edhe është një gjë që do të thënë është e rëndë të përmendet, mirëpo duhet që të njihet realiteti i tyre. Në librat e shijave, ma bëni Allah për këto që përmendën, thonë se edhe një pjesë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është në xhehenem. Sepse do të thënë për shkak se ka pas gra Aishën dhe Hafsën radhiyallahu anhuma. Do të thënë për shkak se ka pas kontakt me to, do të thënë ajo pjesë e tij është në xhehenem. Do të thënë këtë thonë edhe për dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Atëherë si me llogaritë se ata janë vëllezërit tanë, ose të gëzohemi nëse arrin ata ndonjë sukses, megjithëse nuk kanë asnjë lloj suksesi. Ne gëzohemi me poshtrimin e tyre dhe armiqve të tjerë të islamit. Nuk ka dëmshuri për asnjërin prej armiqve të islamit. Edhe elhamdulillah që
e lutim Allahun që t'i ruaj muslimant në mesin e tyre dhe t'i shkatroj të tjerët mes veti, domethënë këta kriminela që nuk ndjejnë dëmshuri ose njerëzillok ndaj njerëzve që janë musliman. Allahu i ruajt musliman dhe i forcov dhe i udhëzoft në rrugën e tij të saktë. Prandaj domethënë mendimi i keq për vllajën tënd është i ndaluar. Kurse mendimi i keq edhe pritja e të keqes nga armiku, kjo është pjesë e mençurisë. Edhe nëse mendon njeriu se është shumë i mirë, nëse mendon mirë për armikun, atëherë domethënë se është budallaj i çmendur.